plot me proteina, vitamina dhe minerale, ja pse skumbri është peshku më i shëndetshëm në botë. Plot me acide yndyrore të shëndetshme, proteina cilësore dhe vitamina thelbësore, skumbri është një nga ushqimet më të fuqishme për organizmin. Pak njerëz mendojnë për përfitimet që ka skumbri për organizmin, duke u përqendruar vetëm te shija e saj. Megjithatë, çdo produkt ka vlera kimike dhe ndikon në trup në një mënyrë të caktuar. Skumbri përmban një sasi të lartë proteinash dhe yndyrnash, veçanërisht kur peshku kapet gjatë dimrit në rajonet veriore. Përmbajtja mesatare e yndyrës është rreth 13 gram, mjaftueshëm për ta klasifikuar si një peshk yndyror. Ndërkohë, proteina në skumbri është mesatarisht 18 gram dhe absorbohet 3 herë më shpejt se proteina në mishin e viçit. Ky peshk është me pak kalori. Për të përmbushur nevojat ditore për kalori vetëm me skumbri, duhet konsumuar rreth 700 gram, por gjithmonë duhet mbajtur parasysh edhe sasia e yndyrës që përmban. Skumbri është i pasur me acide yndyrore të pangopura, të cilat janë të çmuara për trupin dhe veprojnë si antioksidant. Ato forcojnë membranat qelizore përmes neutralizimit të radikaleve të lira, elektronet të lira që mund të dëmtojnë strukturën qelizore dhe funksionet e saj. Ky dëmtim mund të çojë në shfaqjen e një sër sëmundjesh, përfshirë edhe ato onkologjike. Për të shmangur këto pasoja, është e rëndësishme të konsumohen produkte të shëndetshme si skumbri. Nuk është rastësi që fëmijëve u rekomandohet vaji i peshkut, ai është i pasur me acide yndyrore të pangopura. Përbërja kimike e skumbrit ndikon pozitivisht në rritjen dhe zhvillimin harmonik të fëmijëve. Po ashtu, është jashtëzakonisht i dobishëm për gratë shtatzëna dhe ato që ushqejnë me gji. Për të parandaluar çekuilibrin mes rritjes dhe zhvillimit të organeve të brendshme të adoleshentët, skumbri duhet të përfshihet në mënyrë të rregullt në dietën e tyre. Skumbri përmban edhe minerale me vlera të mëdha për shëndetin, si kalium, fosfor, fluor, squfur, zink, klor dhe natrium. Gjithashtu, ajo përmban të gjithë spektrin e vitaminave B, me një përqendrim të lartë të vitaminës B12 dhe PP. Vitaminat e grupit B ndihmojnë në sintezën e ADN-s dhe marrin pjesë në metabolizmin e yndyrnave. Konsumimi i rregullt ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak, përmirëson funksionimin e sistemit tretës dhe forcon sistemin nervor. Gjithashtu, ndihmon në formimin e hemoglobinës dhe përmirëson oksigjenimin e trupit. Për shkak të përmbajtjes së lartë të yndyrnave të shëndetshme dhe acideve yndyrore të pangopura. Skumbri është shumë e dobishëm për funksionimin e trurit, për lëkurën dhe për shëndetin e flokëve. Ndërkaq, fosfori që përmban ndihmon në ndërtimin e enzimave, të cilat janë thelbësore për nisjen e reaksioneve kimike në qeliza. Vitaliteti i organizmit mund të mbështetet nga përfitimet e një lloji të vetëm peshku. Acidet fosforike që gjenden te skumbri janë një komponent i rëndësishëm i indeve të skeletit të njeriut, çka e bën atë të dobishëm si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit, sidomos me kalimin e viteve kur shfaqen probleme me sistemin muskulor dhe skeletor. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.